Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Të themi këtë rozare të shenjtë për nderë dhe lavditë të madhit Zot e të Zojës së bekuar, për pendes të mëkateve tona dhe për shpirtrat e purgatorit. Besoj në Hyjin, Atin e gjithë pushtetshëm, Krijuesin e qiellit e të tokës. Besoj në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin ton, i cili u zu për virtyt e Shpirtit Shenjtë, lindi për Virgjës Mari, pësoj mundimet nën Poncin Pilat, u kryqëzua, vdiqe o varros, spriti në mbretërinë e vdekjes, të tretën ditë u ngjall për të vdekurve, u ngjit në qiell, rrinë të djathtën e Atit të gjithë pushtetshëm, për aty do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. Besoj në Shpirtin Shenjtë, Kishën e Shenjtë Katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e trupit, jetën e pasosur. Amen. Aty ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Të lutemi që Jezu Krishti, me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar, të na shtoj fenë, të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të lutemi që Jezu Krishti, me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar, të na forcoj shpresën. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të lutemi që Jezu Krishti, me ndërmjetësinë e Zojës së bekuar, të na përsos dashurinë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lëvduar e nderuar Zoja bekuar nëna e të Zot, e zën pa faj mëkat të rrjedhshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të parën shenjë të gëzimit të mendojmë se Zoja bekuar, që përshëndetur për engjëllit Gabriel, sepse prej saj do të zinte fill dhe do të lindë shëlbuesi ynë Jezu Krishti. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falem me Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të falem me Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. qoftë levduar E nderuar zë e bekuar nëna e të nësot, e zënë pa fajmë katër rjedhshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të dytën shenjë të gëzimit të mendojmë se Zoja e bekuar shkoi të takohet me shenjtën Elizabet dhe ndeni me të 3 muaj. O ty në që në qilu shëtrofte në jetë, ardë mbretëria jote, u pa vullnesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bjem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Marijër plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus.
Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut tën Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e të bjerë të shpirtit qejt, Si ka që në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. qof levdue, e nderue, Së e bekuar në najtën sot, e zën pa fajmë ka të rjedhshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të drejtën shenjë të gëzimit të mendojmë se kur erdhi koha të lind Jezu Krishti, u lind prej Virgjës Mari në Betlehem. Aty në që në qiell u shëntrov temnë yt, artë mërtria jote, bavullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, dhe bekuar është fyti i barkut tant Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e Birit e të Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. qof lëvduar e nderuar, Zoja e bekuar, nëna e të nësot, e zën pa fajmë ka të rjedhshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të katërtën shenjë të gëzimit të mendojmë se Jezu Krishti
kur u bë 40 ditësh që dërguar dhe kushtuar në shëjtrorin e Jeruzalemit. Aty në qenë e qilu shetrofte në jetë, ardë mbretëria jote, u ba fundesa jote, si në qilë ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne i fajtorët tanë, e mos na lërë të bjem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, e bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, i bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, i bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, i bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdiatit e të birë të shpirtit qenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qoftë lëvduar e nderuar, zoja bekuar nëna e të Zot, e zanë pa fajmë 4 rjetëshëm. O Jezusim, na i falë mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, dhe qoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Në të pestën shenjë të gëzimit të mendojmë se Jezu Krishti 12 vjeçar, që gjetur të tretën ditë në shëjtrorin e Jeruzalemit. aty në qenë i qilu shetrofte në jetë, ardë mbretëria jote, u ba fundesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne i fajtorët tanë, e mos na lërë të bjem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Të fale Maria, plotë e Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut të Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen.
Të fali Maria, plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Maria, plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Maria, plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Maria, plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Maria, plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Maria, plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të fali Maria, plotë Zoti me ty, e bekuar jem të gjitha gratë, i bekuar fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjtja Mari, nëna e të Zot, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit e të Birë të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Qof levdue, e nderue, Se e bekuar nëna e të Zot, e zën pa fajm katër jetëshëm. O Jezusim, na i fal mëkatet tona, shpëtona prej flakës së ferrit, dhe çoj në qiell të gjithë shpirtrat, por sidomos ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Të falemi mbretëresha, nëna e mëshirës, jeta mbëlsimi e shpresa jon. Të falemi, ty të thrasim ne të shkretet, të bite Evës, që po fshajmë, po gjemojmë, e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, deh pra pajtoria jon, ata synë të mëshirshmit të tu, sili prej nesh, e Jezusin të bekuarin, frytin e barkut tënd, në mbas saj shkretje na e kalzo, o e dhimbshmja, o e buta, o e ambla, Virgjëra Mari. Amen. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen.
bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Dhe me shpirtin tënd. Vëllezër e motra, t'i pranojmë mëkatet tona që të mund t'i kremtojmë denjësisht misteret e shenjta. O Zot, ti e dërguar t'i shërosh të penduarit me gjithë zemër ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ti erdhe t'i ftosh mëkatarët ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ti rinë të djathtë në atit dhe ndërmjetëson për ne ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. Ky i gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne na i falë mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Amen. Të lutemi. Kishën tënde, o Zot, pastroje dhe forcoje me dashurinë tënde të vazhdueshme dhe pasi s'mund të qëndroj pa ndihmën tënde, u drejtov gjithmonë prej teje. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hy për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexim për librit të dytë të mbretërve. Në ato ditë, Naamani, prisi ushtrisë së mbretit të Sirisë, ishte njeri me rëndësi të madhe në sytë e zotrisë së vet dhe i nderuar shumë, sepse me anë të tij Zoti e kishte shpëtuar Sirinë, por se ky trim i mirë ishte i gërbullur. Në një qetim të re nga dheu i Izraelit, dhe kësaj i takoi të bëhej shërptore gruas së Naamanit. Kjo po i thot zonjës së vet: O, sikur t'i drejtohej Imzot profetit që është në Samari, me siguri do t'a shëronte nga gërbulla e tij. Naamani shkoi dhe i tha zotrisë së vet: Kështu e kështu ka thënë një vajzë për Izraelit. Mbreti i tha: Ti nisu për rrugë, unë do t'i shkruaj mbretit të Izraelit një letër. Naamani u nis. Me vete mori 10 talenta argjend, 6.000 sikla ari dhe 10 palë petka. Ja dërzoi letër mbretit të Izraelit. Në të thuhej: Posa ta marrësh këtë letër, dije se e kam dërguar shërptorin tim Naamanin që ta shërosh për gërbullës së tij. Kur e lexoi letrën mbreti i Izraelit, i shqeu petkat e veta dhe tha: A mos jam unë Zot që të mund të vrasë të ngjallë, që të dërgoj ky tek unë për t'ja shëruar njeriun prej gërbullës? Apo shihni se s'kërkohet tjetër pos rast për t'u ngatruar. Por kur Eliseu, njeriu i hyjit, mori vesh se mbreti i Izraelit i kishte shtyr petkat e veta, dërgoi t'i thoshin mbretit: Pse i shqeve petkat e tua? Le të vi tek unë, e le ta di se ka profet në Izrael. Naamani shkoi me kuaje me karroca dhe zuri vend te dera e shtëpisë së Eliseut. Eliseu i dërgoi një lajmëtar me këtë fjalë: Shko e lahu 7 herë në Jordan. Trupi yt do të shërohet e do të pastrohesh. Naamani u hidhërua dhe u nis duke turfulluar. Unë mendoja se do të dilte tek unë, do të qëndronte para meje e do ta thërras emrin e Zotit hyjit të vet mbi mua. Do ta ma prekte me dorën e vet vendin e gërbullës e do të më shironte. Pse a nuk janë më të mirë Abana e Farfari, lumenjët e Damaskut dhe të gjitha ujrat e Izraelit për t'u larë në tokë për t'u shëruar? Dhe u kthye duke shprehur e hidhëruar. Por ju afrua shërptorit e tij e i than: Po të kishte urdhëruar profeti një punë të vështirë, patjetër se do ta kishe kryer. Aq më tepër pasi tani të tha: Lahu e do të pastrohesh. Naamani zbriti dhe u la 7 herë në Jordan, si kishte urdhëruar njeriu i hyjit. Ju shërua trupi i tij, ju bë si trupi fëmijës së njom dhe u shërua. Atëherë, me mbarë ndjekësoren e vet, u kthye te njeriu i hyjit, qëndroi përpara tij e i tha: Tani po e di se s'ka Zot në asnjë vend tjetër
tjetër përveç në Izrael, po të lutem prano një dhuratë prej anës së shëptorit tënd. Fjala e Zotit. Falenderoj me hyrë. Do të nxjerrim ujë me gëzim në burimet e shëlbimit. Do të nxjerrim ujë me gëzim në burimet e shërbimit. Sikur se dreri i dëshiron burimet e ujrave të gjalla, po ashtu shpirti im të dëshiron ty o hy. Do të nxjerrim ujë me gëzim në burimet e shërbimit. Shpirti im ka etje për hyn e gjallë. Oh, e ku do të shkoj, e do të dal para fytyrës së hyjit. Do të nxjerrim ujë me gëzim në burimet e shërbimit. Dërgoje dritën tënde dhe të vërtetën tënde. Ato le të më prinë, le të më përcjellin në malin tënd të shenjtë, në tendën tënde. Do të nxjerrim ujë me gëzim në burimet e shërbimit. Atëherë do të hyj te ilteri i hyjit, tek hyji i gëzimit të kaldimit tim. Do të kaldoj, do të këndoj me harp. Ty, o hyj, hyj im. Do të nxjerrim ujë me gëzim në burimet e shërbimit. Shpresoj në Zotin, shpresoj në fjalën e tij, sepse mëshira e tij është e madhe. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Lumturitë qoftë ty o Zot. Në atë kohë, kur Jezusi arriti në Nazaret, i tha popullit që ishte mbledhur në sinagogë: për të vërtet po ju them, asnjë profet nuk është i mirëse ardhur në vendin e vet. Për të vërtet, prap po ju them, në kohën e Elis profet, kur qielli u ndry për 3 vjet e 6 muaj dhe u bë uri e madhe në mbardheun, ishin shumë bejusha në Izrael, dhe të asnjëra ndër to nuk u dërgua Elia, përveç të bejusha në Sarept të Sidonis. Në kohën e Elizeut profet, kishte shumë të gërbullur në Izrael, dhe asnjë prej tyre nuk u pastrua përveç Naamanit Sirian. Këto fjalë i mbushën me zemrim të gjithë ata që ishin në sinagogë. U quan në këmbë, e qitën jashtë qytetit, e quan në buzë të malit, mbi të cilin është i ndërtuar qyteti i tyre, për t'ia thyer qafën në gremim. Por ai kaloi përmes tyre e vijoi rrugën e vet. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë i jetës. Të dashur vëllezër dhe motra, jemi në kohën e kreshmeve dhe po shkojmë drejt zemrës apo qendrës së kësaj kohe, dhe është krejt e rëndësishme që secili prej nesh me të vërtet ta gjenë kohën e duhur, vendin e duhur, që me anë të lutjes, meditimit, agjërimit, lëmoshës e të gjitha praktikave të cilat ne i dim dhe i bëjmë, të mundohemi që të shkojmë sa më thellë në brendësinë e zemrës tonë. Dhe koha kreshmeve përveç se është kohë lutje
Dhe për kujtimi mundimeve të Krishtit është edhe kohë kërkimi. Kohë kërkimi e cila vërtet na mundson që të shohim në thellësi të brendësisë sonë, në qenjen tonë, në rrethanat në të cilat gjendemi, çfarë është duke ndodhur në jetën time, cili është raporti im me Zotin, raporti im me të tjerët, e shumë gjëra të tjera të cilave mund t'ju japim përgjigje, e mbi gjitha kërkimi për të qenë të lumtur. E për të qenë të lumtur, na nevojitet me të vërtet që hiri i Zotit ta prek zemrën tonë. Në mënyrë konkrete, ne të jemi në kërkim, e Zoti do të jetë i gatshëm dhe do të na ofron atë për cilën me të vërtet kemi nevojë. E këtë kërkim na dëshmon Naamani, që kemi dëgjuar në leximin e parë, pra, që zhvillohet një histori interesante dhe e gjerë. Ishte prijesi i ushtrisë së mbretit, ishte njeri i rëndësishëm, i besueshëm, por që ishte i sëmurë nga gërbula. Megjithatë, ai nuk ndalet, nuk i mjafton vetëm të jetë i rëndësishëm dhe prijesi një ushtrie, por dëshiron, ka vullnet dhe është në kërkim që të shërohet. Dhe këtu hyn në skenë pastaj edhe mbreti i Sirisë, edhe ai i Izraelit, edhe një vajzë e cila udhëzon gruan e Naamanit se ku duhet të shkojë për shërim, Elizeu, lumi Jordan dhe shërimi i Naamanit. Po ajo që është e rëndësishme, vëllezër dhe motra, edhe në këtë pjesë të Ungjillit, por edhe në leximin që kemi dëgjuar, i gjithë shkrimi i shenjtë dhe përgjithësi paraqet njerëzit të sëmurë, të varfër, nevojtar për shërim, ata që janë të menjanuar dhe të lënë pasdore nga shoqëria. Por ja që Zoti dëshiron na dëshmoj se ai vepron edhe tek njerëzit të tjerë, edhe tek njerëzit që kanë përgjegjësi. E kjo është karakteristikë e veçantë e kësaj pjese të leximit, që Zoti vepron. Naamani është në kërkim të shërimit nga gërbula, pavarësisht që ishte prijes. Dhe kjo na bën të kuptojmë që as pozita, as pushteti, as mbretrit, as vet ai nuk është aq i fuqishëm për t'u shëruar. Për këtë arsye, Naamani na dëshmon se sa i rëndësishëm është kërkimi dhe qëndrimi për të kërkuar shërimin. Prandaj, vëllezër dhe motra, përveç se Zoti bën mrekulli në njerëzit më të dobët, më të varfër, më të smurë, Zoti bën mrekulli dhe shëron edhe Naamanin si prijesin një ushtrie. Por ajo që është e rëndësishme, një element tjetër është tek takimi mes Naamanit dhe Elizeut. Naamani shpreson dhe mendon që në takim me Elizeun do të shërohet me njëherë. Mrekullia do të ndodhë aty për aty, sepse kërkesa, pritshmëritë e tij ishin aq të forta. Megjithatë, Elizeu e udhëzon që të shkon dhe të lahet, pastrohet 7 herë në lumin Jordan. 7 herë që është numri i përsosmërisë së krijimit të 7 ditëve, dhe dëshiron që të pastrohet rrënjësisht. Megjithatë, edhe pse ishte i zemruar, Naamani vepron ashtu dhe shërohet, dhe ndodh mrekullia e shërimit nga gërbula. Po ne, vëllezër dhe motra, a jemi i vërtet të shëruar nga gërbula që e dim vetëm ne që është fshehur në zemrën tonë? E secili prej nesh mund ta emërtoj duke e ditur që është një pengesë e madhe për ta takuar Zotin e për të lejuar që edhe ne të shërohemi sikur Naamani. Jordani i ditëve të sotme për ne është hiri i pafundëm, i pakurzuar, dhe në vazhdimsi Zoti na pret që t'i afrohemi ta kërkojmë për t'u shëruar. Nëse ne kemi guxim, kemi vullnet dhe jemi në kërkim me një qëndrueshmëri të fortë që shërohemi, Zoti do të na shëron secilin prej nesh. Do të na shëron prej gërbulave të cilat vërtet janë pengesë e fortë që ne të jemi të lumtur e të mrekullohemi nga hiri dhe prania e Zotit në jetën tonë. Edhe në pjesën e Ungjillit, Jezusi e përmend shërimin e Naamanit duke thënë që shumë njerëz ishin të gërbulur në Izrael, por vetëm njëri prej tyre u shërua, Naamani Sirian. Edhe ne
Shumë krezhme të tjera i kemi kaluar, e jemi edhe në këto krezhme të tjera, e jo vetëm një, por të mundohemi që së bashku duke lejuar Zotin të mrekullohemi prej fuqisë së Tij, prej hirit të Tij, e të mos zemrohemi prej njerëzve që na flasin fjalën e Zotit, prej familjarëve, njerëzve të kishes, miqve tanë, duke pretenduar që t'i vrasim e t'i hedhim, por vërtet vetëdijsohemi se sa e rëndësishme dhe mrekullueshme është që hiri i Zotit ta shëron zemrën tonë. Vëllezër dhe motra, t'i drejtohemi me shpresë Jezu Krishtit, Zotit tonë, i cili neve popullin e vet na ka shpëtuar nga mëkatet tona, të themi së bashku: O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Të lutemi o Zot për kishën tënde, për të cilën ti e flejuar dhe të cilin e ke lënë dhe shuguruar në ujin e faljes së jetës, për herë për trije dhe pastroje me pendes të qëndrueshme të lutemi. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Mësuesi mirë, tregoju të rinjve rrugën të cilën secilit ua ke caktuar, që të shkojnë në asaj rrugë dhe në të gjejnë shpëtimin të lutemi. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Ti ke pasur mëshirë gjithmonë për të varfrit, zgjoje shpresin e të smurve dhe shërojnë nga smundjet e tyre, por bëj që dhe ne të kemi më shumë kujdes për ta të lutemi. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Bëj që të jemi të vetëdijshëm për dinjitetin ton që na e ke dhënë me pakzim, që të jetojmë vetëm për ty të lutemi. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Jepja paqen dhe lumturinë të vdekurve, dhe neve bashkë me ta na e bëj të mundshme të mbretërojmë në lumturi të lutemi. O Jezu Krisht, biri i Davidit, ki mëshirë për ne. Kishën tënde o Zot, pastroj dhe forcoj me dashurinë tënde të vazhdueshme, dhe pasi s'mund të qëndroj pa ndihmën tënde, mos ja mungo kur drejtimin, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Lutuni o vëllezër e motra që flia ime dhe juaja të dalë pëlqyeshme para hyjit Atit të gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flinë prej duarit të tua, ajo e dalë për mirë e lavdit e emrit të Tij, se dhe për dobimin tonë, e të mbarë kishës së Tij të shenjtë. Po ta kushtojmë o Zot dhuratën e shërbesës sonë, shndërroje për ne në sakrament të shpëtimit tonë, në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Zoti i qoftë me ju. Dhe me shpirtin I tënd, lartësojmë zemrat. i kemi të Zotin, Të falenderojmë Zotin hyjin tonë. është punë e denjë dhe e drejtë. Për një mend është punë e denjë dhe e drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë në gjithkund ty o Zot, Ati shenjtë, Ky i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar.
Ti u caktove bive të tu këtë kohë të veçantë për të ripërthrirë pastërtinë e shpirtit, që me shpirt të lirë nga ndjenjat e shregullta, të angazhohen për vlerat të përkohshme, në mënyrë që t'i kërkojnë më shumë vlerat e përhershme. Dhe prandaj me shenjtrit dhe me të gjithë engjujt të lavdërojmë duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shenjtë o Zot, burim i çdo shenjtrie. Ty pra po të lutemi shenjtroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundime, mori bukën të falenderoj, e theu u adhan nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u kryedarë ka mori dhe kelkun, përsëri të falenderoj u adha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mëkateve. Bëjni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kumtojmë vdekjen tënde, o Zot, shpallim gjalljen tënde, ne presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje e të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përkujtri që shpirti shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mend, o Zot, për kishën tënde e të shpërndarë në katër anët e botës, për sosjen e dashuri bashkë me papën tonë Franceskun, me i peshrin tonë Dodën dhe me gjithë klerin tënd. Le të bjerë në mend edhe për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilat po shuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde. Pranoj edhe ata në dritën e këtyre sate. Po të lutemi, ki mëshirë dhe për ne të gjithë, që të bëmi pjesëtar në jetën e pasosur me Marinë Virgjën, hyjlinjse, me Shën Jozefin, fatin e saj, me shenjtrit apostujt me çdo shenjtrit, që gjithherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë, ne për Jezu Krishtin, birin tënd.
Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hy gjithë pushtetshëm në bashkim me shpirtin shenjtë, të qoftë çdo nder e lavdi për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Një mendje dhe një zemre t'i drejtohemi Atit tonë qellor, Ati ynë. Që je në qiell, kur shenjtë trovët e emrit, ardhë mbretëria jote, u ba vullnetësa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i falë fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na le të bjem në tundim, por na liro nga i keqi. Na liro po të lutemi o Zot për e të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde e paqen e ditët tona. E në saj të mëshires sate do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi duke pritur shpresën e lume, ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtin. Ti o Zot je mbret, ti je i gjithë pushtetshëm, ti je lumtur në anshim. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostëve të tu, po i le paqen, po ja paqen time, mos i shiko mëkatet tona, por fenë e kishës sate, jepja saj si pas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ti që shkryr mëkatet e botës, ki mëshirë për ne, o qenë që i hyt, ti që shkryr mëkatet e botës, ki mëshirë për ne, o qenë që i hyt, ti që shkryr mëkatet e botës, jep na neve paqen. Ja qenë që i hyt, ja i që shlyën mëkatet e botës, lumë ata që në të thirrur për gostinë e qengjit. O Zot, unë nuk jam e denjë që të marrë pjesë në tresën tënde, por thuaj një fjalë të vetme, dhe shpirti im do të shërohet. Të dashur vëllezër e motra, nesër vetëm të kujtoj
vazhdojmë me të martit e shnanot në familjen tonë në kishën e shnanot në Ulpian, mesha është në orën 11, kurse këtu do t'jetë në katedrale mesha në orën 6 në mbrëmje. Po përveç kësaj që tashmë ne e dim, ajo që në shtinë të vi këtu të mboni është një ditë e cila për neve dhe për dëmlushin tonë është e veçantë, sepse i mush 73 vjetë, sa dhe ka datëlindjen, dhe dëshiroj që t'ja urojmë në emrin të famillisë Prishtinës, edhe t'juftoj të gjithë juve, edhe që për në ndjekni përmes transmitimit të drejt për drejt, që të luteni për dëmlushin e të falenderojmë Zotin për këtë preft që e kemi në diecezën tonë, për punën e madhe që ka ba për kishën, për popullin, edhe vazhdan të bën edhe në moshën që e ka. Do lësh urime, paq hire dhe shëndet, e punë të mbarë në shërbimin tënë si prift. Besoj që kur kemi priftat mirë dhe priftat punëtor, gjithmonë edhe kisha bekohet për i Zotit. Kështu që ta lusim Zotin për meshtarën tonë, por gjithë meshtarët që t'jenë shërbëtor, të denjë, të vyshëm në shërbim të popullit dhe të Zotit. Të lutemi. Sakramenti i kungimit, po të lutemi o Zot na pastrof për të gjitha fajve e na dhash bashkimin në për Krishtin Zotin tonë. Amen. Engjëllit e Zot ju falë Zojës Mari. E ajo so për virtyt të shpirtit shenjtë. Të falem Mari, hir plot e Zotin me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jezus. Shajtja Marina na e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes sonë. Amen. Që shërtorja e të Zot. Bëf mbi mua si është fjala jote. Të falem Mari, hir plot e Zotin me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jezus. Shajtja Marina na e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes sonë. Amen. E fjala e të Zot u bë njeri. I bëna ndër ne. Të falem Mari, hir plot e Zotin me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë dhe i bekuar fruti i barkut tënd Jezus. Shajtja Marina na e të nësot, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes sonë. Amen. Lutu për ne, o shejtnushmja nëna e të Zot. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, mendje son dikoja, që sikur se për engjëllit lejmëtar, njoftëm të mishuarit e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundimet e kryqës së tij, jam lim lumturisë të gjallërit, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashmë për gjithmonë e jetës. Amen. Shpirtrave të burgatorve, jepje o Zot pushimin e pasosur. E shpirtrita e pavarur. Pushofshin në pace. Amen. Zoti i qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen. Mesha u krye të shkojmë e të jetojmë në pace. Falenderoj me krye.